Po kthehemi edhe pak te pjesa e lindjes. Është shumë e rëndësishme me cek doktoresh, nashta në Kosovë prindërit nuk janë në vetëdijsimin e lartë të këtij rëndësie të screening testit, por është jetek. Dhe duhet patjetër që çdo foshnjë, çdo i posa lindur, me që na shpjegoi doktoresha që foshnja është pas çdo i posa lindur duhet të çdo i posa lindur ose neonat. Ose neonat, po. Duhet të bëj screening test. Pse është kaq e rëndësishme? Mirë është dhe është shumë e rëndësishme që të bëhet screeningu neonatal apo newborn screening quhet. Ajo përmes këtij screeningu, përmes kësaj analize, eliminohen shumë sëmundje metabolike që nuk mund t'i vrejmë me njëherë ne dhe nuk mund të shifen me sy. Tash janë shumë me emra të ndryshëm që nuk ka nevojë për publik, kështu se nuk i majnë mend. Mirë po, ato më të rëndësishmet janë e gjandrës tiroide, do me thonë hipotiroidizmi dhe fibroza cistike që hynë këto. Do me thonë, ka raste shumë që ne i zbulojmë fibroza cistike pikrisht me këtë screening, apo edhe hipotiroidizmin që nëse mungon ky hormoni i tiroides, atëherë zhvillimi neurologjik dhe psiqik i fëmisë ndalon. Kjo përndryshe edhe është quajtur edhe përpara se i smundje kretenizmi. Do me thonë, fëmia ka me mbet me pasoja të përhershme dhe me sekvela të rënda. Pse mos ta bëjmë këtë test kur përmes këtij testi, do me thonë, vërehet dhe nëse konstatohet ndonjë mungesë e ndonjë enzimi, atëherë ka zaventsus dhe fillon me njëherë me trajtim dhe gjithçka shkon në rregull. Përveç fibrozës cistike, që aty trajtim specifik nuk ka, mirë po, është shumë e rëndësishme që të diagnostifikohet edhe të fillojnë me trajtimet, do me thonë, simptomatike që i duhen për një zhvillim më të mirë të një bebe.